Kryeministri Edi Rama vijoi me përgjigjet ndaj pyetjeve të komentuesve në rrjetet sociale dhe është ndalur të arsimit dhe investimet në shkolla. Kreu i qeverisë u shpreh se sot marrin libra falas 238.000 nxënës, ndërsa shtoi se brenda mandatit të katërt do të bëjnë rrogën mesatare të mësuesve 1.250 euro. Shqipëria ka afro qerek milion fëmijë në shkollat. Shkollat ishin mysybet dhe të gjithë prindrit ishin të detyruar t'i blinin vetë librat për fëmijët e tyre. Ndërsa sot 238.000 nxënës i marrin librat falas. E ti thua, s'ka fëmijë. Paga mesatare e mësuesit sot është dyfishuar krahasuar me kohën kur ne morëm detyrën, ishte 420 euro, sot është 950 euro dhe brenda mandatit ton të katërt do të jetë 1.250 euro. Në ndërkohë, po të them gjithashtu se deri në fund të mandatit ardhshëm 430 shkollave të reja që kemi ndërtuar dhe shtohen dhe 200 të tjera. Kur ne morëm detyrën s'kishte laborator, s'bëj fjalë, kishte ca klasa me kompjutora që nuk ndizeshin e që quheshin laborator. Sot kemi laborator inteligjent në 320 shkollë. Dhe brenda mandatit katërt, numri i laboratorëve inteligjent do të jetë 1.000, që do të thotë asnjë nxënës nuk do të mbetet pa akses në mësimin e teknologjisë digjitale.